Një zjarr i fuqishëm ka shkatëruar plotësisht një banesë dyqaçe në fshatin Preknicaj të Shkrelit në Malsinë e Madhe. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit në shtëpinë e shtetasit Zef Preknicaj, ku flakët e furishme kanë përpirë çdo gjë brenda pak minutash. Sipas të dhënave paraprake, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një rufe që ka goditur banesën, ndërsa zona ishte përfshirë nga rreshje të dendura shiu dhe shkarkesa të forta elektrike në 24 orët e fundit. Përhapja e menjëhershme e flakëve e bëri të pamundur shpëtimin e godinës, pavarësisht ndërhyrjes së zjarfikësve të Malësisë së Madhe, të cilët mbërritën menjëherë në vendngjarje. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme, pasi shtëpia është djegur totalisht. Autoritetet lokale konfirmojnë se grupet e bashkive, emergjencat civile, forcat e ushtrisë, OSSE dhe strukturat e tjera ndodhen në gatishmëri të plotë për të përgjigjur çdo situate të krijuar nga moti i keq. Ndërkohë, emergjencat u bëjnë apel banorëve të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht në zonat malore të qarkut Shkodër, ku rreziku nga rrëshqitjet, rrufet dhe kushtet ekstreme mbetet i lartë.